Jemi në pjesën e fundit, pak më herët Rena po thoshte është shumë e rëndësishme që ta dëgjojmë fëmijën, edhe do doja të t'jepja edhe një herë fjalën për këtë pjesë, meqense nuk arrita më herët. Është vërtet, unë jam me këtë parimi që ti dëgjoj sa më shumë, të komunikoj sa më shumë, ti qëndroj pranë sa më shumë, ti shoqëroj sa më shumë. Siç po thoshte edhe Ardi, këto takimet, këto festat që bëjnë për këto vilat, natën, fillimisht edhe unë kisha pak problem, ose të habitesha se më shumë t'ishin dhe vajzat që i ftonin, ose prindrit e vajzave që bënin këto partit me këto vilat me qera, 2-3 natës. Kjo është formë feste që ne se kemi bërë për shumë. Nuk e kemi bërë. S'ke bërë ti? Jo. Jo, ne i bënim janë ndryshim tjetër. Maksimumin. Katerina Kludin, se duhet ta themi këtë pjesë. Mulonim me batalje. Penxherin që duhet bëjmë. Që mos dëgjoj zhurma. Njerëz ka qenë ndryshime ka. Ne duhet punonim me familje, me prindrit për të fletë i shoqe me ditë, me javë, mujtë të tëra që të arrijnë. Jo, ke fjetura, pastaj ishte histori tjetër, po s'bëj fjalë, deri moshën 18-19 me të gjitha ka më do të ketë një shoqe. Mua më ka ndikuar pozitivisht që dëgjoj, i shoqëroj, bëhem një trup gati njësh dhe si bashkëpunëtar. Nuk konsiderohet kontroll nga fëmia, ti i shoqëron? Jo, në kuptimin që jo që i kontrollon, në kuptimin nëse i them Regen, do të të shoqëroj, do që të ndihet lirshëm, të të shoqëroj, do shkosh te ky takimi me shokun, me shoqen. Më është dashur ta çojnë. Do makinën, ke nevojë për këtë, po çka ke nevojë domethënë? Gjithkohës pranë, edhe me sepse nuk të kufizoj në koncept. Edhe me shoqet, shkoj marrun, aman ti jemi të sigurt, më mirë. Çado që tjetë është lidhje, është pëlqim, është... Duhet ta dim me kë shoqëron. Bravo. Ma di kam thënë ai dhe kontaktin. Mami tha vetëm ti tha kërkon kontaktet e këtyre mamave. Jo, jam dhënë. Ja kam numrat telefonit të gjithë shoqërisë. Rina ka një listë me prindër. Po ti as të shokut e të shoqes, po të mamit vajte direkt. Ka numrin telefonit të rrojë. Vini këto takimet që ishin jashtë Tiranës, ishte pak e çuditshme, domethënë mendoja, si do flente kjo vila, janë shumë të vegjël për t'i lënë vetëm. I tha gjithsesi, telefonit bjeri mua më ke zgjuar ose të shoqëroj makinë. Komunikimi dhe dëgjimi ka bëj. Më mirë ta çosh vetë me dorën tënde se sa ai të gjej mënyra alternative. Kjo gjë ka ndodhur edhe kur donte të provonte një duhan, të flasim realisht, kur donte të provonte dhe ja, nëse do ta provosh një duhan, unë e pi, më mirë ma kërko provoje këtu se nuk duat më provosh ku e diu nesër. Një gjë tjetër se vin me radhë ato, pastaj shkallë me shoqëritë. Ulu dhe ma kërko dhe ka arritur në këtë pjesë do ta ndezësh. Mos ma bë fshetas në pizë. Unë e mbyll që kjo, unë them, ura komunikimit, penxherja dhe dera hapur është e rëndësishme. Megjithatë juve hoqët totalisht atë pjesën e të mohuarit nga ana e prindit, atë që është e duhura dhe atë që nuk është e duhura. Te kemi folur. Si që ta dhe pra, nëse pjesën e duhanit, do ai do të kërkon të ma tani të ndezim dhe ti t'i japësh leje, dikush tjetër do thoshte po prita ose... Po, kemi hasur në fare fis, në familje, në kemi hapësur të... Ty duhet të dëgjohet fjala, edhe po thua jo, nuk bëhet edhe djalin tim është absolutisht jo duhanis. Do më thënë, ka qenë, im shoqë nuk e pin duhanin, unë nuk e pi duhanin. Im shoqë meret shumë e sport, djali meret shumë e sport. Dhe e din shumë mirë çfarë dëm është bën duhani. Edhe as e merr, nuk konceptohet familjen time që ai mund të pindë një duhan. Jam dakord. Po nëse zbulon që e ka bërë shumë Unë nuk jam në atë teori. Unë jam ndryshe nga biseda. Duhani për mua shumë që ti lëm lirshëm, ti bën këto, po deri në zonja doli që dy herë ka prerë me thikë. Unë nuk jam me atë. Unë jam rritur nga një mama e re. Duke bash tolerante, interesante. Jam rritur nga një baba që i kishte të prerë këto gjërat. Vllai im duhet pinte duhan, duhet bënte këtë, duhet bënte këtë. Ama ka ngel në jetë, është një djalë shumë i edukuar, shumë, po ka ngelur pak i avashtë ose si thua i tërhequr nga shumë gjëra dhe kjo nuk i ka për mua, nuk ka bërë. Djali nuk është tërhequr fare, ta dish. Djali sot është 2 metra, bën palestër maksimalisht, bën 7 ditë të javës, ka krijuar një trup. Ti thua si ka mundësi që ky është 16 vjeç. Por ama unë jam gjithmonë me këtë iden, thash dhe Katerina pak më parë po thoshte, kemi pas të debatet në familje, në fis, në shoqëri që pse Genti për shembull thotë që nëse ai do ta provoj duhanin, më mirë ta provojnë shtëpi, jam soi jati çfarë nuk është se ka provuar, jam sigurt që dhe këtë provuar njerëz që ka pëlqyer. Por jo gjithçka në din, jo gjithçka në din. Mos ta marrin vesh ti bombë. Për mua është shumë e rëndësishme zgjedhja dhe vendosja të jetë individuale dhe ja kam thënë, unë dua që ti të vish të diskutosh me mua për çdo lloj gjëje, por vendimin do ta marrësh ti. Jo unë për ty. Po kuptove këtë, i ke kuptu gjitha. Po se kuptove këtë, në kohë të flas. Por deri tani ke bërë një lloj orientimi, sipas mendimit dhe pjekurisë si prind, që ai deri diku të shkojë, domethënë sipas mendimit tënd. Ore, e di... Pavarësisht mendimin do e marrin vetë, po orientimin dhe bisedën... Ne ruhemi nga e paditura. Pra, unë e di që ti, po shkele ligjin, do vush pasoja. Në sensin,
me makina, me pija, me ku di unë se qarë, ti mos hy në punën me shkelën, një. Mos u konfronto me njerës, një, dhe ruaj shëndetin tëndë. Te pjesa ruaj shëndetin, fillojmë që ke aha patatina, aha ëmbëlsira, aha fast food e aha shu, por ti nuk ke mund të kontrollosh dot. Ti nuk mban dot një adoleshent 15, 16, 17, 18 vjeç, sepse kemi dhe ne jetën tonë, aktivitetin tonë. Dhe unë sa do të rezervohem, të kuvizohem, të përfshihem, unë duhet harroj vetën time që t'i ringa mrapa të shofë. Hëngri suflaqe, s'hëngri suflaqe. Jo kontrol, por orientim. I ke dhënë orientim. Jo kontrol, por orientim. Në të gjithë mënyrën e prindërimit, mendoj se janë shumë të rëndësishëm të dy, dhe babai dhe nëna. Po, e vërtet. Në shumë raste të bësh antagonisti. Në disa raste ti duhet të mbash anën e fëmijës dhe prindi tjetër duhet të kundërshtojë në një farë mënyre që të gjendet një balans. Komandanti komisari thoshim ne jeri kosh. Kështu që në këtë mënyrë ka dhe shumë rëndësi që fëmijët të thuash bëje këtë dhe ndërkohë të shohin ty duke e bërë. Do t'jesh tia në absolute pastaj, që as nuk duhan, që hanë shëndetshëm dhe që je në familje rregullt. Dhe do shtoje që të respektohet mendimi i bashkëshortit ose bashkëshortës. Nëse ai thot jo, do ta respektoj patjetër mendimin e atij që ne të kemi patjetër respektin e fëmijëve në atë çfarë vendoset në çift. Ju falenderoj shumë, faleminderit, faleminderit për paraditën që kaluam shumë bukur, uroj ta keni shijuar edhe ju.